Unë vajzën edhe djalin I kam mirën me futboll. Edhe vajza? Po. Mirën që I kanë thonë vajzës lej futbollin se nuk është sport. Po, tash ajo po vazhdon me futbollin, ma shumë krym punë parja, edhe njoftësia se që krym punë, jo se që krym punë aftësitë e sojna si futbolliste për me vazhdu. Rinin që po e lojnë vendin tonë. Po, rinia në kërkim të një zgjidhjes më të mirë, një jetë më të mirë, po praktisin vendin dhe po shkojnë në vendin. Që po I kanë kushtet e mira këtu, po për shkak të pagave të vogla, ose për shkak nuk po dojnë me punu. Këto rinia mas pari nuk kanë të drejtat mjaftueshme, edhe adresimin kur e bojnë nuk I japin zgjidhje të mjaftueshme, se ankesa fëtrimisë dhe për ata e brakisin vendin, se jashtë përveç se ekonomisë edhe ligji funksionon më mirë. Edhe shëndetësia gjithashtu. Tu e pas parasysh që tash janë bua dhe shtesat e fëmijëve. Po. A mendon që duhet halë me kon shtesat më të mëdha? Shtesat mjaftojnë ato. Unë kam fëmin prej gjithë personin adekuat me pyetës. Unë kam fëmin prej moshës 22 vjeçare, edhe fëmin më të vogël kam 3 vjet të gjysmë. 3 vjet. Po, kam prej pandemisë. Edhe e shoh që do të thon pas ka pauzë. Pa 300 euro. Pa 300 euro, nuk mund 300 euro është për kujdesin ndaj fëmijës të vogël. Kurse për rinin kuptohet çfarë. A je këto? Po, në Prishtinë. Prishtinë. Çfarë mendimi ki për rinin, respektin e tyre? Respektin ndaj të moshuarve. Po, përgjithësi. Po tash ka që I respektojnë shoq kryesisht ankohen pse nuk ju lëshojnë vendin në autobus. Kam qenë vetë dëshmitar kur një I ri 3 herë ju ka dashur me uçu për me lëshu vendin në autobus, kushdo që heke. 3 herë u dashur. Po, 3 herë. Tash domethënë që ç'është, se më një herë të më shumt e thonë për çati. Ai në momentin që është ashtu dhe unë vetë kam qenë dëshmitar bashkë pyeta prej futbollit të shtetu kthy. 13 vjet ai kam 3 herë isha dëshmitar kur në autobus ju lëshoj vendin. Më shumë. Faleminderit edhe juve për ndryshe ankesë është ankesë nuk ka ku të bën njëri. Bën ankesë për sa mirët parasysh e ankesë e sa jepet zgjidhje. Nëse veç shqyrtohet shkelë shka dhe nuk I jepet një zgjidhje e kënaqshme. Ka pas rast që për shembull janë ku për nai. Po. Unë vajzën edhe djalin I kam mirën me futboll. Po. Vajza për nga. Edhe vajza. Po, vajza po ashtu I ka duf 1 vjet me pauzu futbollin për shkak të ankesa. Qashtu edhe djali për shkak të ankesave, smirët kërkush hiç. A ka pas rast që I kanë thonë vajzës lej futbollin se nuk është sport për ty? Po, tash ajo po vazhdon me futbollin. Mirë, po ankesën që e ka pas se ka marrë parasysh kërkush hiç. Ka të bëjë me ankesa aty bëhen padrejtësi shumë, sidomos në federat kur I thrasin, edhe aty më shumë krym punë parja, edhe njoftësia se që krym punë përvoja ose se që krym punë, jo se që krym punë aftësitë e sojna si futbolliste për me vazhdu. Ai ka pas përkrajen e juj. Prindve vazhdimisht e kanë, vazhdimisht ai, por ata dhe ka vazhdu. Po, vazhdimisht na krejt jetën ja kushtojmë fëmijëve, për ata, fëmia janë armonia. Çfarë kishë dhënë për krejt fëmijët? Për fëmijë kam këshill mos u dorëzoni se do të vjen një ditë që herë do kur do të hipet të marra edhe këtij vendi. Aktualisht kisha më thonë diku 40%. S'ka më shumë.